Po, në vendimi është marrë në Këshillin e Kryetarëve të Asociacionit Komunat Kosovës dhe kryetari i Komunës së Ravesit, zotri Ismail Latifi, në emër të kolegëve kryetar, e ka dërguar rregulloren sa i përket procedurave të rekrutimit në gjykatën kushtetuese. Mirëpo deri më tani nuk kemi asnjë informat se a është marrë ndonjë vendim apo se çka ka ndodhur me kërkesën e komunave të Republikës Kosovës në këtë aspekt. Kryetarët e komunave kanë vlerësuar dhe vlerësojnë që centralizimi i pushtetit është në mos harmoni me Kushtetutën e Republikës Kosovës si dhe ligjeve aktuale cilat miren me zhvillimin e procedurave të rekrutimit. Domethënë, po shihet qartë që është një tendencë e centralizimit të kompetencave nga niveli qendror dhe po shpresojmë dhe duam të besojmë që gjykata kushtetuese shumë shpejt do ta marrë një vendim dhe besojmë që do të jetë në favor të komunave sepse procedurat e rekrutimit gjithmonë janë zhvilluar në nivel lokal. Në të kundërtën, kryetarët mendojnë që është e padrejtë që niveli qendror, përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme, Njësia për Burime Njerëzore në kuadër kësaj ministrisë të caktojë se kush mund të punojë si zyrtar civil në një komunë apo në një komunë tjetër. Domethënë, po shpresojmë që vendimi i gjykatës kushtetuese do të nxirret shumë shpejt në mënyrë që komunat të vazhdojnë me aktivitetet cilat i kanë paraparë në të kaluarën e afërt, po edhe me procedurat të cilat i kanë zhvilluar edhe më herët. Shikoni, dëmi i cili konsiderohet se do shkaktohet nga kryetarët e komunave është mos interesimi i personave fizik nëpër komuna të caktuar të aplikojnë për vendet punës, po është edhe s'ka asnjë logjik që niveli qendror të përcaktojë se kush duhet të jetë shërbimës civil në një komunë apo në një komunë tjetër. Domethënë, dekurajimi i personave që të aplikojnë për vendet punës, duke marrë parasysh që procedurat zhvillohen në Prishtinë dhe mos interesimi i njerëzve adekuat, në veçanti profesionistëve, të bashkangjitur në rolleve të komunave sa i përket shërbimit civil.